Mirë mëngjesi, mirë se erdhët në Villa 24. Nisim së bashku edhe këtë të mërkur në kuzhinën tonë me një të ftuar special. Eneri Quedari është student pranë Institutit Kulinar në Rancë. Gjithashtu në studio para disa javësh e kemi patur dhe fituesi një konkursi ndërkombëtar për shefat e gatimit të rinjve apo junior dhe është fitues që herën e kaluar, mirë mëgjes, mirë se erdhe. E kishim lënë që me shumë dëshirë do gjenim një hapësirë edhe për të parë pak çfarë bëjnë të shefat kaq mrekullish që marrin dhe titujt e parë. Atje, tregojmë pak nga ato sekretet tona. Ja, me kënaqje shumë të kem këtu. Faleminderit, kënaqësi është e ginja. Edhe kemi nisur ditën pak herët, zakonisht na ndodh kur bëjmë këto intervistat e gatimit me artistët që zgjohen vonë. Shefat e kuzhinës e nisin ditën si, se dhe ju vonë nisni apo për shkak të shkollës? Ti e njëri mëngjeseve. Normalisht rutina e çdo personi është ndryshme, por ne shefat pavarësisht sepse mund të çojmë herët apo vonë prapë mendja jonë është aty në kuzhinë. Truri jonë vazhdon të xheroj për sa i përket profesionit. Unë përmend artistët, por shikoj kuzhina tashmë prej shumë kohësh konsiderohet art më vete, nuk është thjesht një proces për të konsumuar vakët e ditës edhe për të jetuar, por për t'i dhënë një çik më shumë fines, shije. Padyshim, është një art i cili është pothuajse në evolim, padyshim që ka një llojshmëri ngjyrash që ti mund të krijosh një art që konsumohet. Patjetër, fiks më pëlqeu kjo. Mirë, me çfarë do gatuajmë ne sot? Me Neranxhi. Është dita e produkteve fantastike që na vijnë nga Neranxhi, që sot këtë procesin e krijimtarisë dhe ndërthurjes së produkteve që i gjejmë në të gjitha pikat e dyqaneve Neranxhi në Shqipëri, në Kosovë, në çdo lagje, bëni këto pazare që Eneri ka bërë sot për të na i sjellë ne në studio dhe për të gatuar dy receta, të cilat do t'i prezantojmë tani. Atëherë, receta e parë që ne kemi zgjedhur është një mish i cili është i cilësisë së lartë premium, i maturuar, ndryshe nga mishrat e zakonshëm që mund të gjejmë, pra është një mish dry age që përdoret në ngjyrën e gastronomisë, pra një mish i cili ka stazhonimin dhe maturimin e tij. Pra ka një periudhë kohe e cila trajtohet për të qenë sa më padyshim cilësi, por dhe të gatuhet në atë mënyrën e vet fantastike. Ne kemi zgjedhur një fileto, por është në rastin tonë ne kemi pjesën e gjoksit të viçit, të cilën do ta shoqërojmë me perime trikolor. Do të kalojmë një pjesë të procesit në tigan, që do ta shpjegojmë pak më vonë, me një reduksion të vere dhe frutave të pyllit. Pra do kalojmë atë reduksionin, le të themi të kalojmë pak në stilin e restorantit, por që çdo person mund ta gatuajë padyshim dhe në shtëpi, është diçka e lehtë, fast dhe shëndetshme. Okej, shumë interesante. Pra do kemi atë pjatën që kur na vjen në restorant ne shijojmë dhe vrasim mendjen si i gatuajnë këta që i dalin kaq të mira, por të gatuara në shtëpi. Dhe meqense jemi në periudha festive, në fund të javës, ditën e premte do të kemi edhe festën e Bajramit, që shumë besimtar e festojnë, shumë shqiptarë mblidhen në atë drekën familjare, pse jo mund të jetë një recetë që mua më tingëllon mirë, se kemi mishin. Tani, të prezantojmë pak përbërësit vetëm të kësaj recete dhe pastaj prezantojmë recetën e dytë. Patjetër. Më thuaj. Ne kemi zgjedhur, siç e tham, mishin. Në këtë rast do të përdorim një pjesë të tij pasi do të realizojmë vetëm një pjatë, pothuajse një 200 gram apo një porcion që ne mendojmë që është fikse për një person. Do të përdorim erëzat si trumza, rozmarina, piperi, kemi zgjedhur le të themi një krip të veçantë, interesante, por të shëndetshme, kripët maldon, fiordisel, cila është e marinuar me hudhër. Pra ka një stazhonim. Kjo është gati kështu, a? Është gati, cila vjen, është e maturuar, e tharë, le të themi, pra edhe në aromë është fantastike. Pra mund të shkoj shumë mirë çdo lloj mishi, le të themi që mund ta kombinojmë pak a shumë tek mishrat e lehtë, por edhe pse jo të rëndë, sepse ka aromën e erëzave dhe gjithmonë përdoret në fund, hidhet sipër, sepse në rastin tonë mishrat nuk duan një marinim të fortë, sepse siç e tham është i trajtuar, i maturuar dhe vetëm pak krip dhe pak vaj është fantastike. Pa ngatruar me shumë llojshmëri të tjera. Kemi pastaj fondo brunën, e cila është koncentrati i kockave të viçit, e cila përgatitet, raporti është 1 litër me 100 gram. Pra, është ai lëngu tipik i kockave të viçit, pa që do një kohë realisht të gjatë, por në këtë rast në shtëpi nuk mund ta realizojmë dot, sepse në restorante të duan 3 ditë është kosto, kështu që është perfekt për ato shije tipike të çdo gatimi që nëna tona mund të
t'i gatuaj. Dhe kam përshtypjen që me këtë raport që ti na shpjegove, me këtë paketimin e shkojmë goxha, ëh? Patyshim që po, shumë është goxha dhe po nuk. pra. Kemi perime trikolore që ne kemi zgjedhur, kemi dhe hudrën, në këtë rast do ta përdorim të marinuar, pra është një hudrë e cila marinohet me erëza të ndryshme, me vajin, apo le themi uthull, pra ka të edhe butësin, le themi bëhet balanca midis shijes së hudhër, pra ka persona që nuk mund të ta konsumojnë ose duan atë shijen e hudhërës, pra është perfekte. Aromat mbeten përsëri dhe shijet. Okej, më pëlqejnë shumë. Tani mendoj që ne... Por kemi dhe frutat e pyllit, frutat e pyllit të pra ngrira. që ka bën atë disbalancës midis të athës dhe shijes së verës, pra le të krijojë një restoran, le të themi në shtëpinë tonë. Shumë mirë. Okej, nisim nga puna. Patjetër. Nisim nga puna me një herë tani. Atëherë, si fillim, Po? unë kam vendosur një tenxhere me ujë, Po. pra kur kam bërë masën, le të themi të Fonto Brunos, pra të lenkun e mishit, se si fillim do të kaloj në ujë, pra të bëhet ai procesi, le të themi shkrirjes të gjithsaj. Në rregull, shumë mirë. Pra uji duhet jetë i ngrohur paraprakisht për të shtuar por mund ta produktin. Mund ta nisni edhe me ujë të ftohtë, nuk është problem, sepse por padyshim do të kaloj në E ke bërë për të na shkurtuar kohën pak në këtu, e kuptoj. Mirë. Unë në këtë rast do të shtoj një lugë, pra sepse në ujin që kemi vendosur është i tillë. Shumë mirë. Dhe ja ku krijuam me një herë. Okej. Një lëng mishi të kockave të mishit të viçit madje. Mund të jemi një herë aroma, me një herë është aroma është fantastike. Shumë. Tani ç'do bëjmë, do hapim fileton? Po. Si fillim do ta tresim disi që të shpërndahet e gjitha. Pra në pak minuta realizuam një lëng mishu që do të na duheshin 3 ditë në shtëpi. Jap se na duhen do produktet që ne vazhdojmë dhe i zbulojmë çdo javë nga Neranzi. Ndaj ju kam thënë që edhe ne që kemi vite që e kemi pjesë të kuzhinës tonë, asnjëherë nuk përfundojnë produktet që ne i shijojmë, i provojmë në receta të ndryshme. Mos ke na kanë humbur një palë gërshër. Kemi një palë portokalline, Enri, këtu gërshër, që janë shumë më të kollajta, po... Pa problem, sepse po përdor thikën, kështu që nuk është... Okej, faleminderit që e gjete. Si që shohim dhe paketimi është pothuajse 100% i saktë. Pra vetë fileto bën diferencën. Atëra. Me një pecet do të kalojmë pak pjesën e tharjes. Okej. Pra që vetë mishi ka të pjesën e lagështisë që ka qëndruar në paketim. Si që shohim edhe mënyra e ruajtjes është atë po shikoja në fantastike që... Çfarë do thot një produkt i mirë. Prandaj ne themi e dallon që përse jashtme, mënyrën se si është paketuar, se si ruhet, se si transportohet, kjo është për të ruajtur temperaturën, është ai xheli që e mban të ftohtë, që dhe në ato pak minuta që ne kemi mbajtur jashtë frigoriferit, nuk ka pëstuar asgjë, sepse paketimi është i tillë që temperatura të ruhet edhe kur ne e marrim nga Neranzi dhe e sjellim në shtëpi. Okej. Kaq do përdorim. Ky është një porcion që ne do të na duhet. Pra mund ta presim në taljat, pra që të jetë më lehtë për të konsumuar, ose mund ta vendosim pjesë medalioni që nuk është. Okej, mirë, shumë mirë. Në një tenxhere tjetër kemi vendosur ujin, që unë në këto momente do të shtoj kripën, sepse është shumë e rëndësishme që kripa të jetë në rastin tonë të perimeve, pasi perimet e marrin më mirë atë shijen e kripës në ujin me kripë. Por dhe është edhe një element kripa, në moment që ne nuk shtohet në fillim pasi ka të procesin e zjerjes, por kripa është edhe një element që ndoshta mund të jetë jo shpesh e hasim, por ruan dhe atë cilësinë ose nuk dëmton, le themi, enën që ne po përdorim. Se po ta vëmë re në momentin që uji zjen shumë ka atë pjesën e që vishet, por kripa duke qenë një produkt i cili nuk e lejon, ne e shtojmë që të Interesante. Tani, lutem ndihmosh me një pjatë, bëj pak marinimin e... Pjatë normale. Normale, pasi do bëjmë thjesht një marinim të lehtë të mishit. Me vaj dhe... Është okej kjo? Po, shumë okej. Okej. Shtoj pak vaj.
Siç e thash, nuk do të përdorim shumë marinim, pasi nuk është e nevojshme. Endrit janë në përfundim të shkollës tani? Po, unë jam në master, jam në përfundim të vitit të tretë në Institutin Kulinar në Rancë. Shumë mirë. Ka që një eksperiencë që të ka vletur pa diskutim? Padyshim, sepse po thuaj se çdo ditë profesioni im lejon që të rritem profesionalisht, që shkolla është një benefit jashtëzakonshëm. Absolutisht. Mishim do të përdorim pak më vonë, Do ta lëm për momentin këtu. do të bëjmë reduksionin e verës. Në këtë rast ne kemi verë marsala. Tani na shpjegosh pak se çfarë quhet reduksion vere. Reduksion vere, le të themi do të bëjmë atë largimin e alkoolit. Pra nuk mund ta përdorim pothuajse një verë me alkool pasi ka të idhësin, lëm të evaporoj pothuajse një pjesë e mirë e alkoolit edhe Okej, dhe pastaj e shtojmë në atë procesin që ndonjëherë e bëjmë gjatë kohës që gatuajmë të njëjtin tigan, tani po e bëjmë veçmas, kështu i bie pak a shumë? Po. Okej, se shiko, unë flas me gjuhën pisash, dua të bëj ca pyetje që për ty janë shumë elementare, por nuk kemi mishin të tillë që të bëjmë një kuptoj. Të bëjmë shuarjen me po, e lëm dikush nuk preferon, kështu që në fillim të i vendosim pak kapakun, sa të nxehtë më pas do ta heqim që të Okej, do më japësh pak kohë të lexoj recetat? Patjetër që po. Okej. Le të shohim pak djesë recetat. Sa të më vizëri. Fileto vici, ja mos do. Fileto vici me reduksion vere dhe fruta pylli. Kjo është receta e parë që Enri ka sjellë sot për Villa 24, edhe përbërësit janë 700-800 gram fileto vici, sigurisht varet për sa persona po gatuajmë. Në këtë rast kemi pak a shumë për 4 persona, pra tham diku te 200 gram për person është gramatura normale e një pjate. Do të na duhet fondo bruno, pra ai buljoni i vicit që ne realizuam që në fillim në atë të nxjerrën me ujë që ju treguam, do të na duhet gjithashtu 100 ml verë marsala, 50 gram fruta pylli të ngrira, perime në 3 ngjyra nga kompania Orogel që ne i prezantojmë shumë shpesh këtu që i gjeni në dyqanet në Rancë. Do të kemi alternative mbetet e kësaj recete ka lepra. Mund t'ja shtojmë, mund të mos t'ja shtojmë. Piperin e zi dhe piperi e shil do t'jetë pjesë e gatimit. Erza të ndryshme, trumzë rozmarin kemi sot në recet. Kemi kripën maldon, është ajo kripa që ishte e marinuar vet apo jo. Do ta shohim përsëri ku të kthehemi në studio, sepse ka një aromë specifike që i jep akoma më shumë shije kësaj recete. 50 gram gjalp dhe një thelbi hudhër. Mirje me, harrova gjë, do shtojmë gjë. Okej. Perfekte. Shumë mirë. Kjo është receta e parë që vjen sot, ndërkohë i rikthehemi punës. Siç e shohim, tashmë vera pothuajse ka filluar të evaporojë. Kam edhe një pyetje në rastin e kësaj recete. Mund ta bëjmë pa verë? Po, dikush nëse nuk e konsumon E verën. di pse pyeta se unë thash në fillim që kjo mund të jetë një recetë për fundjavën, për drekën e Bajramit, po ndërkohë duke pasur parasysh që ata gatuajnë pa alkool, kështu që në rastin kemi mund të bëjmë reduksion me fruta pylli veç dhe koncentratin që ne kemi të kockaj vici prashësh. Por vera është një element shtesë. Është një element shtesë i cili jep pak më shumë cilësi le të themi reduksion apo shije për atë disbalancën. Megjithatë, pra mund të zgjedhim ta gatuajmë edhe pa verë. Le ta themi edhe këtë. Si po shkon? Fantastike, ja dhe siç e shohim, duke patur kockat kanë vetat të gelatinën. Pra duke që një koncentrat, po themi 100%, po ta shofsh edhe uji ka filluar të marrë atësit. Është trashë, ka krijuar një... Dhe është moment që ta shtojmë tek... Pra është bërë goxha më i trash, nuk është ai lëngu i holl i fillimit. Po. Shumë interesante kjo. Edhe u bën ka gati shpejtë, gati në 1 minutë, thot, kështu që kjo u dashka në shtëpi. Do duhen gjitha në fakt, po... Mund të përdoret në çdo lloj gatimi, në supa, atë po mendoja. Në supa, apo gatime të tavave të ndryshme. Tashmë do të shtojmë lëngun që kemi realizuar të kockave të viçit tek vera. Për një pjatë, kaq sasi është pothuajse e mjaftueshme që nuk...
pak sa të marrë atë temperaturën dhe më pas frutave të pyllit do t'i shtojmë pak afër fundit para që mos të bëhet i gjithë procesi i gatimit të tyre. Pra le të jetë pak ajo si fresh le të themi, pra të ndihet freskia e frutave që kemi. Okej. Tashmë edhe të mos i prishet edhe forma, të rrinë ashtu të bukura. Do të Ta largojmë ato, kujdes ajo djeg. Nuk është problem. Je i sigurt? Se ka dy mbajtëse që ne ja heqim edhe kur na duhet, njësoj si gërshërët, nuk i gjejmë. Shokë? Do të zonjën e shtëpis. E do në maksimum? Po, Okej. sepse gjithmonë nëse do të vendosim për të gatuar një produkt në këtë rast tigan, gjithmonë do të ketë atë nxehtësinë që mos të bëjnë direkt le të themi zjerjen e produktit, pra të japim krost. Në rastin tonë mishit, do të marrë atë krostën, atë ngjyrën kafe të Ne kuptoj, kështu do ta lëm pak sa të nxehet, dhe sepse është tigan. nuk do të shtojmë direkt vaj, sepse në këtë rastin tonë është vaj ullirit, i cili nëse e shtojmë që në fillim do të digjet dhe do të humbasi të gjitha pothuajse vlerat ushqyese. Në fund do të bëjmë atë glasimin me gjalpin dhe me erëzat, pasi gjalpi do të shtohet pothuajse afër fundit. Le të themi është pothuajse procesi i kalimit tigan ka përfunduar që të bëjmë atë glasimin dhe padyshim mos të humbasim aromat e gjalpit, sepse edhe gjalpi është një produkt i digjet shpejt në temperatura të larta. Okej, janë përse do të jemi ka njerëz që bëjnë atë gabimin në shtëpi që të skuqin diçka me gjalp. Po dhe po ta vësh re bëhet kaf, aty ke humbur të gjitha vlerat, pasi nuk është, po themi, gjalpi që ne përdorim nuk është 100% i pastër, pasi ka pjesën e qumshit, ka një proces tjetër për të larguar, le të themi, të gjitha. Ndaj kur gatuajmë edhe me gjalp, edhe me vaj ulliri, duhet të jemi të kujdesshëm në momentin që e shtojmë në gatim edhe në temperaturën që do të gatuhet. Unë po e ull pak temperaturën që të bëhet, le të themi, reduksioni nga dalë, të bëhet lidhja. Perimet do t'i shtojmë në fund këtej? Po, perimet në fund pasi do t'i konsumojmë të ngrohta, nuk është se. Okej, mirë. Janë perimet që mund të duan 3-4 minuta dhe nuk është se. Okej, një po i hedh një sy. Këtu brenda kemi lulakë, karota dhe brokoli, që e shihni edhe në figurën në fakt e ambalazhit. Okej, janë perimet të ngrira, për cilat ne kemi folur edhe në studio, kemi treguar për vlerat e tyre ushqyese në të njëjtën kohë, ashtu sikurse kemi thënë që janë një zgjidhje ideale për shtëpinë, kemi gjithmonë diçka në frigorifer edhe shpejt mund t'i kthejmë në një gjell, në një supë. Do të shtojmë erëzën si rozmarin, pra le të themi vaj të marrë atë aromatizimin e erëzave të cilat ne do të përdorim. Të përdorim dhe trumzën, pa dy erëza që janë tipike që shkojnë me mishin është. Nuk janë dhe le të themi shumë të rënda. Sasi të vogla, flasin gjithmonë. Endri në gatim, kush është pika jote më e fortë? Për çfarë shquhesh ti? Shiko. Po të shikoj. Ne shefat kemi shefat. Në përgjithësi gjithë kuzhinierët kanë ato, le të themi, teknika, taktikat e tyre ose disa sekrete të vogla që herë tregojnë, por herë mbajnë. Zakonisht duhet që ju nuk i tregoni. Shiko, është diçka që edhe të vjen natyrshëm, por edhe kur realizon diçka, faktikisht le të themi, na gjykojnë të tjerët përpara vetes. Pra ne bëjmë më të mirën tonë për të treguar atë çfarë ne po realizojmë apo atë çfarë ne po krijojmë dhe të tjerët i lëmë që të komentojmë le të themi atë pjesë. Po mirë, pra, sipas komenteve që i bëhen gatimeve të tua, ku je vlerësuar ti më shumë, ku mendon? Aty ku mendoj që le të themi mund të eksperimentoj dhe mund ta shijoj le të themi atë recetë, jam tek mishi, jo më kohë të zgjova, duke qenë një djalë i ri nga Skrapari normalisht. Po ti e pas ne jemi dashamirës, një të mishit. Pishon ke rritur me shijen e mishit. Më pëlqen. Mirë, ne jemi të paktën në Shqipëri bie që nëse planet e tua janë pas përfundimit edhe të shkollës dhe me gjithë eksperiencën dhe trajnimet që ke marrë, nëse do të qëndrosh në Shqipëri, je fiks në vendin e Durrës, se ne jemi popull mish ngrënës, kështu që i pëlqejmë këto menut që kanë mish. Por edhe mund të bësh le të themi atë eksperimentimin, sepse po ta shohim kom para përdoren shumë dhe shpendët.
shpendët e egër. Por mund bësh në një restorant, mund sjellësh diçka le të themi ndryshe, mund të përdorësh një shpend, mund të eksperimentosh me një mish të egër, pra mishi edhe peshku nuk e përjashtoj, por duke qenë një dashamirës i mishit jam gjithmonë i fokusuar për të eksperimentuar. Do ta lëm që të marrë krostën. Aha. Dhe më pas do ta kalojmë pak disi në furrë, pasi siç e thatë shqiptarët kanë dashamirë të mishit, por duke parë një mish, sepse në restorante përdoren edhe pjekje të ndryshme, medium rare, apo varet nga cilësia e mishit, por duke parë që le të themi konsumohet disi i bërë, normalisht për audiencën ne do ta vendosim në furrë që mos dali, sepse janë misha që mund të konsumohen medium rare, pra jo pjekje le të themi well done, pjekje totale. Sepse humbasin të gjitha shijet dhe vlera dhe është e kuptoj. Pra ti ke bërë një përshtatje të mënyrës se si ky mish do të gatuaj, pra duke thënë që duke përmendur që është një ndër cilësitë më të mira të mishit premium, ky që ne kemi zgjedhur sot, edhe gjysmë i gatuar, ashtu si shumë njerëz e preferojnë, do t'i qëndronte fare mirë kësaj recete. Po përdoret në grill. Por po e përshtat për ne, për pjatat tona, për anvisat, për mënyrën se si ne e duam mishin, që përgjithsisht e duam të gatuar, të zier e të pjekur mirë. Është momenti të shtojmë edhe hudrën, të cilën aroma dhe shija e saj është fantastike. Tani, e në të them, ne edhe 1-2 minutësh, edhe bëjmë pak pushim. Kalojmë në një hapësirë publicitare që na ndan për disa minuta. Do më thuash ti si mendon ta organizosh? Do ta çojmë deri diku e do kthehemi përsëri me këtë recetë apo? Ne pothuajse tashmë jemi në përfundim. Do ta kalojmë në furrë, reduksioni pothuajse është gati. A do luga po? Okej. Siç e shohim, tigani ka një nxehtësi pothuajse të lartë. Është momenti që ne të shtojmë gjalpin. Ja, dhe në këtë mënyrë do të bëjmë glasimin e produktit, pra gjalpi ndihmon le të themi në zbutjen, jo të tharjen 100% të produktit, pra e lë më të butë për të konsumuar. Pra kjo është ai momenti që nuk duhet ta lëm gjalpin të digjet, të kalojë në atë ngjyrën ku humbet edhe shijet edhe vlerat e tyre e tij ushqyese. Temperatura edhe kozjantja e kujtojmë edhe një herë, sa duhet të qëndrojë në... Në këtë rast, ne do të pra pjekin të kemi plot. Në brendësi të mishit mund të shkoj 70 gradë ose 68-65 varet nga mënyra se si ne duam ta konsumojmë. Por në këtë rast, le të themi që ne do ta kemi në brendësi, le të themi 65, 70 maksimumi, që nuk mund ta lejoj dot ky mish, le të themi temperaturën e brendshme. Okej. Mirë. Tani, këto do ta vendosim në tavë dhe do e çojmë në furrë. Dhe me kaq maksimumi mund të kalojë në furrë një 5 minutësh. Pra të bëhet ajo pjekja në brenda e mishit. Atëherë, ne do të bëjmë këtë gjë, meqense është moment të shkëputemi, dhe e vendosim në një tavë ku e kemi shtruar letrën e kuzhinës dhe besoj në të njëjtën kohë kur jemi në shkëputje vendosim edhe perimet në zjerje. Pra, një proces pune që nuk është e nevojshme, do e mos t'ju tregojmë. Bëjmë një shkëputje publicitare, kur të kthehemi, vijojmë me këtë recetë dhe prezantojmë në recetën e dytë nga Enri sot. Pas pak.
studio vazhdojmë të jemi me Enrin nga Instituti Kulinar në Randzi, një ndër studentët më të mirë që na ka krenuar edhe në konkurset botërore me çmimin e parë të gatimit për të rinj dhe sot po vjedhim disa sekrete gatimi prej shefash, por të realizueshme në kushte shtëpie me produktet në Randzi. Anila, më lejo të drejtojmë në emër. Ua, me qef të madh. Faleminderit. Jemi në përfundim, thjesht do bëjmë prerjen e mishit. Gjatë pjesës publicitare ne kemi zgjerë perimet të cilat do t'i marinojmë me kripën Himalaja. Pra, nuk po përdorim një lloj le të themi marinim të lehtë. Lëm atë freskinë që vetë natyra na lejon. Pak vaj ulliri. Dhe reduksionin ne kemi pothuajse gati, pra po di nëse kamera e fokuson, ka marrë atë le të themi trashësinë dhe llojin e salsës. Kur ta shtojmë në pjatë, do ta shohim më Tashmë do të bëjmë prerjen e mishit në taljat, pra shprehja ne do të realizojmë. Sa i mirë duke. Ky është ai gatimi që unë po ju thoja në fillim, që na vjen i servirur në restorante dhe ne në shtëpi na duket e vështirë për ta sjellë kështu të shishëm, të butë nga brenda, të aromatizuar, sepse çdo gjë ka sekretet e veta në gatim dhe do edhe produktet e duhura. Do të vendosim perimet. Kemi zgjedhur karot, lule lakër dhe brokoli. Të janë perimet cilat mund të përdoren zakonisht për mishin, por në raste të tjera mund të përdoren të lloj perimesh, nuk është... Po. Si që kishim dhe në recet, ja e kemi tani, pra perime në 3 ngjyra e kemi shkruar, për të mos ju kufizuar, se ndoshta keni ndonjë preferencë tjetër, por edhe ngjyrat janë... Është diçka që na lejon të lëvizim. Shumë mirë. Është salca. Receta e dytë na bëhet më shpejt se kjo e para? Patjetër. Jo, se them, duke qenë se kjo pjesa është pak më e shkurtër në kohë. Sa bukur. Është një pjatë e thjeshtë. Të lumshinduar. Pak minuta le të përfunduar. Këndshëm. Po e vendos. Mire kisha aty. Ja prove. Okej. Tashmë do të sistemohemi për recetën e dytë. Harruam elementin të cilën... Po të shkojmë në fakt të kripë... është kripa e cila do të vendoset sipër e marinuar. Jep dhe lezetin e saj mishit. Po, shumë bukur se ngjan si copoza kristali. Tashmë Atë nuk e lëvizim fare, do jesh këtej? Ndërkohë që ti bën gati gjërat, le të shohim recetën e dytë në ekran. Të lexojmë përbërësit dhe të zbulojmë se çfarë na duhet për ta përgatitur millefolje me çokoladë matcha. Do të sjellim përbërësit që kemi në këtë recet janë si më poshtë. Na duhen 5 baklavaje, na duhet 50 gram gjalp, 10 gram sheqer pluhur, 70 gram çokoladë matcha, kemi 70 gram krem djathi, 70 gram pana shtazore dhe pjekja do të bëhet në furrë me temperaturë 170 gradë për 10 minuta. Që do të thotë, në kohën e pjekjes, në varësi të minutazhit, po me ç'po nuk do ta kryejmë dot në 10 minuta, por besoj që do shkojmë deri në 80% të recetës. Si ty i thash edhe unë këto shpjegimet prej shefit me përqindje, si që na kishe vënë edhe. Këto çokoladat janë shumë të mira. Janë dhe për të konsumuar këto të matches? Po, patjetër. Nuk jam vetëm për gatim, do me thënë, unë e provova njërën dhe ishte shumë e mirë, prandaj thash mos ishte vetëm për receta gatimi. Ja. Do të marrim pothuajse një pjesë të petëve të baklavas. Ta hoqa unë atë. Nuk ka problem. Se vendoset një letër poshtë kësaj. Duhet se s'bën e lagur? Ja. Nuk ka problem, thjesht të mos të lëvisi dhe të... Duhet, për të marrë një tjetër. Vazhdo të ndërkohë sa të... Enri, ta vendos të që të punosh rahati? Patjetër. Na duhen, pothuajse 3 petë të baklavas, cilët do t'i presin në mënyrë gjatësore.
pasi forma do t'jetë drejkëndshe. Të lutem më ndihmo pak për pjesën e paketimit, sa unë të vazhdoj. Mund, se do na duhet ta përdorim herë tjetër prap. Do ta palosim, do e vendosim në paketimin e vet, Tu kemi gjalpin e shkrier, të cilit në çdo petë do të kalojmë me furç pak gjalp dhe sheqer plur. Nuk të duhen më peç? Jo, është mjaftueshme për porcionin që ne do të realizojmë. Më fal Lura. Mendimin e njësitë e timit do të bëjmë pudrosjen e petës. Pra të bëjmë atë, le të themi, karamelizimin e petëve një pas një. Sa lezetshëm. Është e thjesht, shumë praktike. Të nxjerrë ca çokoladë, që të shohim pak se janë shumë të lezetshme dhe nga brenda kanë atë ngjyrën e matchës. Shikojeni pak. Janë velsoja. Çokolada më e mirë, e gjeni edhe në shihen klasike të saj dhe disa variante. Kjo është me matcha sot dhe vjen në atë ngjyrën jeshile të errët. Okej. Thuaj se përfundova. Procesin e parë do të bëjmë prerjen e petëve. Të një trajçme. Do t'i vendosë në këtë lloj mënyre. Yes. Do të na duhet një peshë për t'ja vendosur sipër, në këtë rast mund të vendosim një tavë me ujë apo diçka tjetër rënd që të mos lejojë të ndahen. Po. Bëjmë palosjen e letrës së furrës në këtë mënyrë, që edhe ventilimi i furrës të mos të na e... Sa do rinë këto në furrë? Maksimumi 10 minuta, nuk është se e vonojmë, pasi thjesht Nuk i lëm dot më pak ne? Po, mund të lëmë edhe 8. Se nuk kemi shumë kohë, do me thënë. Ja, është. Ti rrisim pak temperaturën, çfarë mund të bëjmë diçka për ta... Mund të bëjmë vetëm lidhje dhe më pas e heqim pjesën e tavës sipër me ujë. Okej. Okej, tashmë po sistemojmë pak. Tani kemi gjë për të bërë ndërkohë që Do të bëjmë kremin. Kremin, okej. Në të ftohtë apo Jo, në të ngrohtë. Në të ngrohtë. Do të nxehim panën, do ta shtojmë tek pjesa e çokoladës. Okej. Ke nevojë për mua? Do të lë një detyrë Flajen të vogël. Jo, absolutisht jo, por ndihmosh me tani gjymësimin e disa copëzave çokolade. Çfarë ti bëj atyre? Ti ndaj. Ma bëj ti të parë. Me delikatesë dhe gjithçka është Me okay. delikatesë. Nuk se mbaj do të shosi e mban ti, po. Nuk është e rëndësishme, e rëndësishme është rezultati. Rezultati patjetër. Okej, shefa ti bëj ndryshe, na më kuptoni që jam një asistente modeste sot. Sa çokolada duhen? Por në gramaturë është një copë çokolade është 4 gram. Do të hedhim realisht 13. Seriozisht? Okej, 1, 2, 3 ikën. Wow, ine, po s'kemi shumë kohë. 4 minuta kohë kemi. Unë dua 6 për të prerë 13 çokolada. Kjo është shumë e mirë. E mësove vendet e shtëpisë, a? Patjetër. Do të familiarizohem. Ikën kështu, na zhduket nga studio. Okej, të ndihmoj që mos Po, të lutem, po. Okej. E hoqa 1 gram. Arsyeja pse ne po e bëjmë coptimin është që të tretet më lehtë me panën.
Pra, edhe të mos na marri kohë, por edhe të shkrihet më shpejt bëhet ajo lidhja e saj. E kuptoj. Është mjaftueshme. Do ta shtojmë në pjesën e ku do shtojmë dhe panën e nxehtë. Edhe kështu bëjmë kremin. Po, bëjmë kremin. E mori? Duhet një... Okej. Po silikone. Të raston përshtoj që ta shkrim më shpejt. Po, se ka dhe temperaturën e Ka dhe vetë. temperaturën e vetë. Se shojmë, ngjyra lëshohet më herë. Edhe shumë e bukur ngjyra. Po. Ta nxjerrim tavën thua? Do ta kontrollojmë. Ja, se po e ndihmoj unë këtu çokoladën të shkrihet. Do të ndihmosh me një për të ta kapur, me diçka. Ja, me një prej peshqirëve aty poshtë. Po. Faleminderit. Dhe më ndihmo. Kremin e djathit do të shtojmë që temperatura e panës dhe çokoladës të jetë disi paksa e ullët. Është momenti që është bërë, le të themi, karamelizimin në brendësi dhe është për të mundojmë që dhe letrën ta kalojmë pra ventilimi mos na bëj. Okej, ta lëm që të marrë lutem peshqirin. Po. Okej. Faleminderit. Do e kthejmë prapë? Do të marr pak disi faqe në momentin që ne do të... Okej, ndërkohë që besoj do na duhet të kalojmë një 2 minuta për te orës 10, sepse kemi dhe nevojë për pak fare kohë. Okej. Tani na duhet kremi i djathit. Okej. Okej, të ndihmoj. Po, të lutem se fajnë bëjmë punën e vetë. Një lugë sëri. Sa krem do shtojmë? Raporti është 1-1, pra ashtu am. Kremi të na bëj lidhjen. Në ekran vazhdojmë të kemi recetën, për ju që nuk e keni ndjekur nga fillimi, duke ju kujtuar që pak minuta më vonë, recetat e ditës së sotme do t'i keni të publikuara në 2 kanalet tona zyrtare, në YouTube, në News 24 dhe në Villa 24, gjithashtu edhe në Balkan Web. Ky është kanali i Vilës, këtu jemi ne çdo ditë, këtu na gjeni me gjithçka që sjellim. Balkan Web, faqja juaj e preferuar për lajme, për informacione nga vendi, nga bota, për argëtim natyrisht për të gjetur gjithashtu edhe recetat tona të gatimit, ku recetën e dytë besoj se 100% edhe të pjekur do ta kemi me foto, nëse ne do arrim do ta realizojmë, ne jemi shumë keq me kohën. E di që është e vështirë të gatuash nën presionin e live-it, tjetër gjë në kuzhinë dhe tjetër gjë kur je këtu live, por që ne të përpiqemi ta mbyllim nëse do të mundemi. Atëherë, në një pjatë, e morën atë faqen që i duaj, jo? Tani, marrim. Do të vendosim petët pjatë, me ndihmën e një luge do të hedhim kremin. Ale të bëjmë këtë lloj mënyre. E bëjmë shtresa, do me thënë, kështu?
Dhe petën e fundit. Interesante. Mund të shoqërohet në brendësi me fruta të freskëta, fruta të thata. Aha. Mos të tjera, dhe do të bëjmë dhe pudrosjen nga sipër. Me sheqer, pluhur. Të lumshin duart. Ndryshe recetat sot, receta shefash. Dallohen që në mënyrën se si janë shërbyer. I hedhim një sy të fundit sepse është momenti i sekondave mbyllëse. Të lumshin duart. Faleminderit. Shumë kënaqësi të kisha këtu. Faleminderit për shihen ndryshe që na ke sjell sot në Vila 24. Të uroj pafund suksese në rrugtimin tënd, që ka nisur me këmbë të mbarë dhe jam e sigurt që do të vijoj me të tjera dhe shumë shpejt do të vim të gjejmë ku je që të ham nga duart e tua, nga menut e tua. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Tani është koha për publicitet. Do të kthehemi në studio me Alken Çuko për çfarë do flasim sot. Për vajrat. Ka pafund alternativa që i gjejmë tek Neranci, cilat janë ato, përse na shërbejnë, si mund t'i përshtasim në dietën tonë të përditshme, pse jo edhe në receta gatimi, të gjitha këto pas reklamave.